Bira pa alkohol në toka evropiane perëndimore nuk bën më pi. Pse nuk bën më pi? Nuk bën më pi për arsye se këto bira prodhohen në ato fabrika që në esencë janë themelu për prodhimin e birave alkoholike. Dhe nuk fermentohen ato ai lloj bire që thot pa alkohol në mënyrë duhur, profesionale, që mos me përmbajt përqind alkoholin të. Dhe kjo është vërtetu nëpërmjet shumë grupeve, apo organizatave, apo komisioneve të dietarëve që janë shku në tokat perëndimit dhe i kanë analizuar se si bëhet prodhimi i tyre në perëndim. Përveç Arabisë Saudite dhe toka arabe tjera, Arabisë Saudite, që kanë vëzhgim të rrept, strikt në prodhimin e tyre, e që në realitet këto bira në toka arabe, në Arabinë Saudite, themelon qysh në esencë për bira jo alkoholike. Me thonë, prej fillimit themelot për qëto. Jo që do me thonë prodhot me alkohol, pastaj një pjesë caktohet për jo alkohol. Andaj edhe Sheikh Bin Bazi, Allah më shëroft, në fetvuat e tij kur është pyet, ka thonë kjo dallon bira alkoolit në Arabinë Saudite që prodhot, për shkak se komisionet kanë vërtetuar se nuk përmban asnjë përqindje të alkoolit. Dhe është në një vëzhgim të rrept, domethënë çysh prodhohet deri te vjen deri te prodhimi të shitja, me ato çka prodhohet në tokat perëndimit që nuk e kanë të njëjtën mision apo të njëjtën vëzhgim, të njëjtat kushte që i plotson fabrikat e birave në toka arabe. Andaj në toka perëndim, domethënë tokat perëndimore evropiane, birat pa alkool nuk bën pijen. Nuk bën pijen. Disa thonë hoqë se ajo përqindja e alkoolit është e papërfillshme, shkaku që sado që ti pin, ajo nuk të pinë. Është sikur çështja e ilaçit. Për disa dietarë që e lejojnë një pjesë të alkoolit që bëhet. Po kush e ka thonë këtë? Nëse kjo është një nëse kështu thuhet, kjo nuk mjafton, nuk është argument. Do të thonë dikush do të më provu ato. Do të më qit në provë ajo. Do me thonë në mesin e dëshmitarve, në mesin e komisionit, më caktu komisionit muslimanve, edhe me dole ajo bira, edhe mu provu për shembull. Të shumë njerëz, mu dhonë një kohë për shembull 1, 2, 3, 4, 5, a ka ndikim diçka, kështu bën provat, në një praktike, ama pse thuhet edhe shkruhet, kjo nuk është argument. Kjo thuhet edhe shkruhet diçka, thuhet edhe shkruhet, por realiteti është diçka tjetër. Andaj për shkak se nuk ka besim në prodhimin e tyre dhe në që nuk përmbajnë alkool, atëherë prej fes, kurgja prej burnisë është mjo largu. Pse është për ngjasim jo besimtarët. Edhe ideologjia, ndikimi, mentaliteti i tëna shumë dallon me mentalitetin arabëve në Arabinë Saudite rreth birave, domethënë atje. Atje nuk është prej cenim i nderit edhe i karakterit me pi birë pa alkool. Se janë të mësuar ata. Se qysh prej fillimit janë themelu për ato bira aty. Mirë po të na, në esencë na dihet kush pin alkool, bira. Andaj bot kuptimi njerëzve lidhur me këtë është dallon me ato që është në Arabinë Saudite, ose aty është gjithçka halal, to të na nuk është gjithçka halal. Të na dihet në esencë për çka janë themelu këto fabrika, edhe çka përdoret, andaj ajo përngjasimi e kështu me radhë do të me pas parasysh në Islam edhe mentalitetin që jeton. Fetvat kanë njerë dallojnë prej mentalitetit, prej vendit në vend, prej mentalitetit mentalitet. Unë në postimin të në Facebook më kallëzu shumë mirë që për shembull në Arabinë Saudite dietarët me hongër në restoran është cenimi karakterit. Me thonë dietarët s'dalin për restorante atje, as nuk thirrën musafir në restorante. Mirë, por në Jordani unë ku jam, të jetu, kjo është shumë e thjeshtë, nuk është cenimi karakterit, është traditë. Njerëz nuk e shohin të madhe, për shembull po një dietar nëse është ullë me familjen e tij në restoran. Në Arabinë Saudite e shohin për të madhe, për marrë e shohin. Andaj nuk e bëjnë ato atje. Thirrën shtëpi. Thirrën shtëpi musafir. Kështu që fetvaja, dispozitat kanë një herë ndryshojnë prej vendit në vend, prej mentalitetit mentalitet. Imam Shafiu, Allah e mëshiroft, thot, sikur me macelu thot karakterin teme, me pi ujë ftoft, thot kur s'kisha pi ujë ftoft, kisha pi ujë nxehtë. Edhe pse uji është halal. Mirë, po nëse thot ma kishtë cenu karakterin, si hoqë, njerëz më përqesh, që ky vesh vazhdimisht se
uji ftoft në konat e vjetra, u kon mesele me pas dikush non stop me pas ujë ftoft. Nuk e kanë pas mundësi njerëzit, sikurse sot çdo herë me pas ujë të pishëm. Njerëz kanë pi ujë të zhytën, shumica prej tyre kanë qenë privuar prej ujit të siloti. Edhe prej ujit ftoft. Veç sultanat, vezirat e kështu me radhë, njerëzit që kanë pas, domethënë kushte tepër të mira, ata janë konë që i kanë pi ujë të ftoft vazhdimisht, se i kanë pas mjetet, ndërsa populli thjesht u kon dimër, u kaftof ujë, su kon dimër, u kon verë 50 gradë Celsius, detyru me bi qatë ujë, nashta su kon edhe i pastër siloti. Kështu që Imam Shafiu kur ka thonë këta, e ka pas parasysh kohën e tina se nëse ti për shembull të shohim vazhdimisht njerëzit që popin ujë të mirë, pastër, siloti, edhe plus i ftoft, njerëz kanë thonë ky hoxha koza i pas ka din, senet i kanë drejtë që ku me ditë që është kjo punë prej tina kështu me radhë. Andaj e ka thonë këtë fjalë, ka thonë sikur me macenu karakterin fetar, si hoç jam si dietar, thot kur nuk i kisha pi ujin e ftoft, gjithë kisha pi nxehtë. A çka më thon tash na për birën që janë tana këto birat pa alkool që po thuhet që janë pa alkool. A që ma tepër na shumë ma prioritar që na më largu kësaj deri sa nëse vjen puna, mos themelon ai fabrikë e veçantë për këtë mesele dhe ato me vëzhgu një komision për shembull për bashkësisë islame apo komisionet që janë specializuar në lidhur me këtë, atëherë del, domethënë dalin me shpadje, me informata se është themeluar kështu me radhë, atëherë e pi njerëzit edhe dinë që e kanë sigurt. Mirë, po këto që prodhojnë këtu në Kosovë apo vende tjera vatonjane, do të mu largua dhe mos me pi.